isha nalë të disa specifika, për shembull pacientët të cilët për shkak të problemeve që kanë pasur duhet të vendosin pacemaker, bateri në zemër, sido që quhen popull. Aty në sa ju ndron cilësia jetës, sepse do doja të ndalemi tek të gjitha për pas tyne. Po, çka ndryshe jeton? Vetëm njerëz si të përmend baterinë, domethënë është pak një farë averzioni pacientëve. Bateri, u bona për bateri, domethënë njëri me bateri unë tash. Do thotë është një ide e keqe. Po gjithmonë i them pacientëve, ajo është zgjidhja jote më e mirë. Shqyr që ka zgjidhje të tillë. Pra, shqyr që ekziston një metodë e tjetër që ty ta zgjedh problemin dhe s'ki me pas probleme më kurrë. Pra, pacientët që zakonisht pacemakeri ose vendoset e pacientët që kanë trana tralla të zemrës ose pauza në tranat e zemrës, është një zgjidhje afatgjate. Domethënë e zgjedh problemin përgjithmonë. Dhe s'ka me pas kur problem të ngjajshëm. Kurse bateria tjera që janë më të avancuara, siç është ICD-a ose CRT-a, këto përdoren të trajtimet e çrregullimeve të tranat ritmit ose të pamëshmëria e zemrës. Këto janë metoda të cilat do thotë janë domosdoshme të pacientët që kanë në zemrën e dëmtuar, koqat dëmtuar. Dhe është edhe kjo është inovacion ditë sot, do thotë mirë, sigurisht tek këta mundësia ndrimi stilit jetës ata vetëm e kanë ndruar stilin e jetës sepse kanë sulmit të avancuar të zemrës, dhe kjo është pikërisht qëllimi mi i rrit cilësinë e jetës, sepse duke vendosur për shembull një CRT, personi rritet fraksioni i eksionit edhe ajo që puna e zemrës, edhe në këtë rast do thotë pacientët kanë më pak ankesa dhe kjo rrit cilësinë e jetës. Ose ICD-a, që është një bateri për shkak të çrregullimeve të ritmit, ju shpëtohet jeta, mund të pas një sulm në zemër, arrest që jetojmë na për shkak të fibrilacionit ventrikular, dhe shumica e pacientëve vdesin me njëherë. Nëse ka atë bateri në zemër, ajo shpëton jetën sepse defibrilohet kur mi pas ato pegla që thirrën neve që janë në spital, ajo ka me veti ka shkon edhe ka një farë sigurie në jetë. Kështu që sigurisht që ka mundruje sepse ka një metal në trup dhe ka me pas të njëjtën atë problem, mirë po është një zgjidhje moderne, është shumë e mirë që ekziston kjo. Po, është më rëndësishme e cek të këta pacienta edhe çka nuk guxojnë me bë. Për shembull, po e nisi me për shembull në imazheri të ndryshme, ata nuk guxojnë me bë imazheri magnetike për shembull. Çka tjetër nuk guxojnë me bë, doktor Artan? A janë të rrezikuar kur shkojnë nëpër aeroporte, kur kalojnë nëpër ato dyert me senzor që janë? Pikërisht ata. Ajo është një metal, kështu që prej magnetit duhet të ruhet, edhe pse në ditë sot shumica pacemakerave janë kompatibil edhe me magnet, sepse kanë dozë sasi të vogël të metalit, edhe sigurisht që këto rezonanca magnetike zvoglohen Teslat, të cilat i përdoren për imazheri dhe mundon edhe imazherinë me bë, përndryshe për këto tjerat për CT-et për këto skalidesh, kurse sa i përket aeroportit, ai vetëm duhet me pas një dokument me veti, zakonisht janë do karta të cilat e vërteton sepse ka me pas gjithmonë ato sinjale që ku kalon një metal dhe duhet me tregu aty në sigurime që e kam këtë pajisje mjekësore, dhe ata janë të informuar sepse janë trajnuar njerëz që punojnë aty që duhet me kalu mundën me kalu njerëz edhe me bateri në zemër ose në pjesë të trupit dhe problem për pacientët është as pak. As pak nuk ndikon në harxhimin e baterisë ose siç janë këto mitet tjera, se nëse kaloj disa herë e zvoglon fuqinë e baterisë ose diçka të tillë. Jo, bateria harxhohet vetëm të i punon zemrën dhe për këtë arsye këta pacientë duhet me bë testime të vazhdueshme, zakonisht konsiderohen çdo 6 muaj me bën një testim, që të shikohet jetëgjatësia, sa përdor ka pas një problem dhe ka nevojë për updatim, sepse ato aparate sot janë shumë sofistikuar, moderne dhe mund të ndrohet cilësia e trajtimit të pacientëve pa pas nevojë me hek baterinë, po me magnet lidhet me softvera të caktuara dhe bëhet kalkulimi dhe kalibrimi tyre të i caktuar në varësisht prej nevojave të pacientit. Se jo çdo pacient ka nevojë të njëjtë për atë bateri që është e njëjtë, por ka funksione të ndryshme.